Deputetja demokrate Ina Zhupa përsëriti këtë të shtunë deklaratën e saj për lidhjen e librit The Albanian Files me kryeministrin Edi Rama. Në një video postim në rrjetet e saj sociale, Zhupa shprehet se ky libër e demaskon Ramën para shqiptarëve, pasi tregon se projektet arkitekturore dhe turistike në vend nuk bëhen me konkurrencë. Libri The Albanian Files do jetë libri që do dërgojë Ramën në burg me duart e veta, shprehet Zhupa në mbishkrimin e postimit. Zhupa shprehet se ky libër tregon që projektet në Shqipëri nuk bëhen duke zbatuar planet rregulluese vendore, por sipas saj me telefonata nga kryeministri. Sepse ky libër është libri që do ta dërgojë atë në burg. Është libri që e demaskon para shqiptarëve. Është libri që tregon që projektet në këtë vend nuk bëhen me konkurrencë, nuk bëhen me merit, nuk bëhen duke zbatuar ligjin, nuk bëhen duke zbatuar planet rregulluese vendore, nuk bëhet me garë të ndeshme, por bëhen të paracaktuara me telefon nga kryeministri, zgjedh nga kryeministri, të pikturuara her pas here nga kryeministri, të paracaktuara nga kryeministri, në zona të mbrojtura, të veshura me baza ligjore siç i do kryeministri. Dhe ky do të jetë fundi i Edi Ramës. Ky libër do të jetë fundi i Edi Ramës. Mëtej Zhupa u shpreh se një ditë të gjithë do e shohin Edi Ramën para drejtësisë, pasi sipas saj çdo projekt në këtë libër është një vepër me vete penale.